fitoje më mirë. Kada, çao, hajde. Çao, pyet. Për qafe, Diciamo detale, buona assassina. Me të sapo e keni realizuar të drejtën e votës, kush janë pritshmëritë e juaja nga këtë zgjedhje? Po është e vërtet sa e kritëm obligimi si gjithë qytetarët, votuam dhe unë besoj që vota gjithmonë kam thënë që është e shenjtë dhe në vetvete ajo ngërthen në shumë segmente, një ndër ta është besimi i qytetarëve dhe parë nga ky këndvështrim, unë besoj që të gjithë politikanët dhe kryetarët të cilët garojnë këtë duhet ta marrin me përgjegjësi dhe ndeshmëri dhe gjithmonë kryetarët e komunës duhet që të lëvizin me këtë parim që sovrani i cili voton dhe jep besim, ne t'ua kthejmë me ndeshmëri dhe ashtu siç e meritojnë të gjithë qytetarët. Kush janë informacionet nga terreni, si po vijon procesi zgjedhor në komunën e Vrapçishtit? Unë personalisht jam tejmasi i kënaqur për arsye se kemi zhvilluar një fushat par excellence edhe ne dhe kundër kandidati pala oponente dhe kemi treguar që qytetarët janë në stad të lartë dhe besoj që gjithmonë duhet që ditën e votimit ta llogarisim për festë dhe në këtë këndvështrim është e vërtet që dita e zgjedhjeve është festë sepse qytetarët vendosin se kush do i përfaqësoj për 4 vitet e ardhshme. Shfrytëzoj rastin që bëj apel qytetarëve që të marrin obligimet e tyre dhe të dalin të votojnë në numër sa më të madh dhe të jenë ashtu siç kanë qenë, të jenë të qetë. Besoj që dhe kërkoj që të realizohet një fushat demokratike, ashtu siç na ka hije edhe neve si shqiptarë të cilët gjithmonë e kemi dëshmuar se këta vatra stërtiqore tona kanë ditur që të jenë në procese demokratike. Uroj që të fitoj më i miri dhe mbas 11 janarit ta vazhdon dhe mbi politikë duhet të vendosim parimin e Njerëzillokut dhe ju falënderit edhe juve për kohën që ndajtë të jeni pjesë e këtij evenimenti dhe ju ftojmë që të festojmë bashkë në shpalljen e rezultateve kushdo që fiton.